A Benar tisho për tifozët do ishim botërore në Europian. Tifozët me tifozët mu qa person. Kemi tifozët më të mirë. Vetëm me këto çunat e kombëtarëve duhet punu pak. Ore, çunat duhet punojnë, po ti nuk e di që edhe gocat punojnë goxha mirë futboll. Gocat janë perlë, kemi goca futbollistën, madje njërin, ë? E kemi në studio. Kemi një që ka thyer rekorde, i ka thyer gjitha, nuk e di, ka thyer zemra apo jo, po duhet ta pyesim pak. Megi Doçi, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që jam e ftuar në emisionin tuaj, edhe që jep një rëndësi sportit, jep një rëndësi sportistave, sepse realisht jo në çdo emision na jepet mundësia për të shpreh se çfarë ne kemi derdh mund dhe ders dhe sakrifica në këtë sport. U të falenderoj për këto fjalë, po ta fillojmë pak me Sergji që ne pam tani. Për tifozët, tani dihet që tifozët janë gjë më rëndësishme po në futboll. Çfarë mendon për tifozët mbështetësi kombëtaren e çunave në këtë rast? Realisht nëse kemi pas diçka të veçantë dhe më të bukur në futboll, zemra kombëtare ka qenë tifozat. Gjithmonë, realisht në çdo kompeticion ku kemi marrë pjesë, kemi qenë të mrekullueshëm. Jo vetëm me sjelljen nëpër stadiume, jo vetëm me brohoritjet që kemi bërë për lojtarët dhe me mbështetjen që kemi dhënë lojtarëve në fushë, por gjithashtu dhe me sjelljet jashtë fushë, po ashtu dhe me sjelljet me kumbet e tjera, me tifozat e kumbeve të tjera. Pra, jemi aq miqësor dhe dashur, saqë bota nuk e kupton se kush është Shqipëria. Kështu që pse jo, këtë shembull që japin tifozat realisht nëpër stadiume, pse mos ta bën Shqipërinë duket e madhe dhe e madhe edhe në sport, edhe në fushë. Që shpresoj që duhet edhe shumë punë që ne ekipet e mëdha ose vendet e tjera të na marrin me seriozitet dhe të arrijmë, sepse ne kemi mundësitë shumë me cilësi që kemi në ekip kombëtar për të arritur dhe për të ecë shumë. Po ti vetë shkon shpesh ta ndjekësh kombëtaren për shkakun. Dhe ai ishte ndeshjen me Serbinë në stadium. Unë realisht e kisha të pamundur të shkoja me paneshin. Pasi duke pas parasysh marrja e biletave ka qenë shumë e vështirë, por e ndoqa me shumë dëshirë, me shumë emocione nga televizori, kam përjetuar shumë. Unë realisht e ndjekë shumë futbollin, unë për vllaznin bëj gati 200 km nga Tirana çdo nesër gjatë gjithë kampionatit, kam shkuar në Shkodër për ta parë në Shkodër, e jo për ekipin kombëtar. Kështu që unë jam pjesë e ekipit kombëtar dhe realisht e kam ndier shumë himnin, e kam ndier shumë ato tifoza që brorisën dhe realisht me keqardhje them që to tifoza kur do vi momenti që të ndjen të kënaqur me ekipin që kanë në fushë dhe brorasin për ta. Morën vesh kapitenet e kombëtare femrave thotë vështirë me gjetë bilet. Ti më thua më gjej bilet. E kupton ku është problemi. Do të kishim pyet Xhulin për bilet. Po. Tani, do doja që këta tifozat që janë të zjarrt aty të jenë të kombëtare e femrave ndoshta. Për mua do ishte ëndër. Për mua po të isha atë ditë në fushën e Blerët, do jepja gjithçka. Do jepja shpirtin në fushë për ato tifoz, sepse realisht aty është emocioni, aty është dëshira, aty është ndjesia e luajturit futboll, kur lën mes 22.000 vetëve, di çfarë do të thotë? Ti edhe nëse je i vdekur, ti nga ato brorima zgjohesh. Edhe do ishte një ëndër për mua që një ditë të luaj, edhe pse jo dhe më pak dhe 10.000, do ishte kënaqësi shumë e madhe që të luaja në atë stadium, sepse realisht jo vetëm stadiumi që është i bukur, po kemi tifozat më të mirë në botë. Po sipas teje, për shembull, pse mendon që është kaq diferencë e madhe? Po ka diferenca sepse futbolli meshkujve patjetër ka më shumë investime, ka më shumë të ardhura. Edhe futbolli femrave nuk i ka këto të ardhura. Nuk e ka këtë mbështetje, sidomos në Shqipëri. Përveç federatës, nuk për futbollin femrave nuk do t'ja di askush. Po tifozliku, për shembull, tifozi shkon të bëj tifo për atë ekipin e zemrës. Nëse për shembull ka kaq tifoz vllaznia meshkujve, që janë tifoz me ekipin e vllaznisë, pse mos janë dhe me femra? Po mos harrojmë se vllaznia është djepi... Sidomos vllaznia femrave që shkon Champions League kundër Chelsea-t, kundër... Jo, realisht ne në Shkodër ne jemi të kënaqura me mbështetjen që kemi nga tifozat. Realisht në mbaj mend në neshën ndaj kundër Real Madridit, neshja e parë në Champions League në 16 më të mirat, kemi pasur rreth 6.000 tifoz, edhe ta dish që futboll femrësh edhe me bileta, me pagesa, se po e bëjmë falas edhe s'po vinë, e kupton? Pra është e vështirë sepse nuk ka të ardhura. E momenti që s'ka të ardhur nuk ndjen ashtësie, në momenti që si bëhet reklam
dhe në për televizione, nuk jepin neshjet, jepet vetëm një neshje në javë, që ja jep për të shëja, don reklam, don vajzat sportiste që kanë në për intervista, në për gjitha emisionet sportive, jo të thirrën femra që s'e kanë ide në futbollin dhe shkojnë vetëm për të treguar trupin e tyre. Kjo funksionon në Shqipëri. Nëse unë mendoj që ju meritoni dhe 22.000 tifoz të shohin ndeshjet. Jo, realisht unë të falenderoj, patjetër që do ishte shumë e bukur që ne të lushim me 22.000 tifoz, mbetet e ëndër, por është shumë e vështirë për të realizuar. Po kështu mbështetje për shkak nga këto djemt e kombëtarës, ekipit kombëtar ose Silvini ose në një personazh futbolli nga këto djemt. Keni mbështetje apo? Jo, realisht nuk janë afruar pranë nesh, pasi është diçka që duhet komunikuar me trajnerin e kombëtarës, me futbollistat që të afrohen edhe nuk është se e vlerësojnë shumë futbollin e femrave, nuk dën t'ia dikush për futbollin e femrave. Japin thjesht një rëndësi që jep federata, edhe pjesa tjetër pastaj nuk është se i jep rëndësi shumë. Nuk do t'ia di shumë për futbollin e femrave. Po ta marrin edhe te mbështetja, edhe te çmimet që jepen, domethënë nuk ka një interes mjaftueshëm, po ta shohësh edhe te çmimet që jepen fund vitit japin sigur japin 11 që në vitit te meshkujt, pse se japin edhe te femrat. Pra të ndihemi të vlerësuara. Bota po e bën këtë gjë, po ne se bëjmë, sepse për ne është futbolli i meshkujve. Realisht futbolli i meshkujve është më lart, por do të japim rëndësi edhe futbollit femrave, që është shumë e vështirë dhe duhet ndikojnë mediat, duhet ndikojnë edhe federata, pavarësisht se ka dhënë shumë, por do të japë edhe më tepër. Tani, kombëtare femrave vjen nga 2 ndeshje, Çekia dhe Ukrainë të dyja të humbura 2-1. Çfarë mendon që nuk shkoi te këto 2 ndeshje? Po të merremi me arritjen e ekipit kombëtar të femrave, besoj se nga viti në vit kemi bërë ecuri mjaftueshme dhe ecuri të mirë. Patjetër që e mira s'ka fund, edhe e rëndësishme është që stafi i ekipit kombëtar me krye trajnerin Ermir Grima kanë punuar pafundësisht, po ashtu edhe shoqjet e ekipit. Duhet komplimentu sepse kemi bërë, nuk është e lehtë ta mundesh Kroacin, me beso, sepse janë federata, janë vende që mbështesin futbollin e femrave më shumë se ne. Po ashtu edhe kanë luajtur futboll para nesh. Kanë vite që kanë futbollin më të zhvilluar se te ne. Edhe realisht kemi 2 humbje, është e vërtet, por me arritjen që kemi bërë, kemi mbesim në grupin B, nuk bien poshtë, pra kjo tregon që kemi rritje, por futbolli ka këto janë momente vlerësimit. Ndeshja unë besoj se ato 2 ndeshje me pak kujdes, me pak menaxhim, se në momentin që ti kur e shef veten që nuk ke shumë aftësi për ta mund kundërshtarin, kur ti je 1-0, do menaxhim ndeshje, do menaxhim loja. Edhe po janë gjëra që ndodhin në futboll, kupton? Kështu që normal gjithmonë do ketë një fitues dhe një humbës, kështu që më vjen keq që këtë rast ne ishim humbsat, por besoj se do mësojmë nga kjo gjë. Kemi patjetër ne mbesim aty, por kemi edhe një ndeshje tjetër, që është ndeshje play-offit, që na ka rënë me Kiprën, dhe jam shumë i sigurt që ekipi do ta kalojë është me sistem vajtëardhje, patjetër kjo ndeshje në tetor, edhe jam shumë i sigurt që ekipi kombëtar këto 2 ndeshje do marrë fitore. Unë kam besim te stafi, te shoqjet e ekipit, jam besim plot dhe jam i sigurt që ne do ta kalojmë kundërshtarë dhe të arrijmë fitojmë. Këto janë synimet që ka kombëtarja femrave tani? Po. Ndryshe nga kombëtarja, Vllaznia fiton prap kampionatin për të 100-ën herë. A nuk lodheni pak kur fitoni kampionat çdo vit? Nuk ka lidhje dot një ekipi tjetër? Vllaznia ka fituar kampionatin për atë sa ka punu. Kështu që jo për 100-ën herë, po edhe 101 do vi tani shumë shpejt. Nuk lodheni që thoni e fiton prap? Po nuk është, më besoj që nuk është e lehtë ti jesh i pari. E sidomos në ambientin futbollin shqiptar, ka shumë, ju e dini si funksionon futbolli në Shqipëri, por don shumë punë, don sakrificë, don mbështetje, edhe kjo fal presidentit, fal punës që bën stafi teknik dhe stafi drejtues, po ashtu edhe lojtarët në fushë, po ashtu edhe lojtarët që merren nga jashtë, sepse është një punë e vazhdueshme dhe gjatë gjithë vitit që na të arrijmë, që na kemi këto synime, këto objektive dhe të arrijmë të realizojmë këto objektive. Është ndryshe të kesh synime, është ndryshe të kesh objektive dhe ndryshe të realizosh. Pra është një punë që ne gjatë gjithë vitit jemi në presionin e humbjes. Në Vllaznin luajnë gjitha ekipet luajnë. Të gjitha luajnë pa përjashtim, sepse duan të marrin diçka. Një barazim po të marrësh Vllaznis
në qytetet e tjera është fest. Kështu që te na jemi dënuar gjithmonë për të fituar dhe do vazhdojmë të jemi dënuar për të fituar. Po shiko ç'do ndodh, te vllaznia e femrave nuk diskutohet fare kampionati. Te vllaznia e meshkujve ka që 2001 ishin pa kampionat. A mendon që është fajt çunave apo ju jeni më mirë nga ç'duhet të femrat? Po realisht ka të bëjë shumë dhe menaxhimi. Tifozat e vllaznisë janë të mrekullueshëm. Është një qytet që jeton me futbollin, jeton me sportin. Unë mbaj mend në vitin që vllaznia ra nga Superliga. Realisht kur dilën qytet ishte si një Shkodër e vdekur që nuk jetonte, nuk merrte frym. Dhe në momentin që vllaznia u kthye në Superligë, ishte një qytet që merrte frym. Pra ai qytet jeton me futbollin, jeton me sportin. E kanë thënë gjithë, jo vetëm sepse e them unë. Por realisht unë kisha shumë dëshirë, gjithë, si shkodrane, unë jam nga Burreli, kam 14 vite që luaj në Shkodër, jam bërë dhe unë si shkodrane, sa që udhtoj maksimum për shku për t'i pa vllaznin dhe për t'a pa kampione. Nuk e kishim mundësin për t'a pa këtë vllazni kampione, po kemi mbetur duke shpresu, vllazni se mos po e fiton, shpresoj që në vitin vazhdim ta fitojnë, por futbolli meshkujve patjetër që ka më vështirësi, ka më investime, sepse janë dhe ekipet e tjera që investojnë. Egnatia ka një president shumë mirë që ka investuar shumë mirë, ka marrë lojtar shumë mirë dhe ka të bëjë shumë cilësi që ke brenda në ekip. Kur ke cilësi brenda në ekip, ke çfarë prodhon, ke çfarë jep në fush, sepse po ta shohim, Egnatia është një ekip që ka luajtur për mua, është si Skënderbeu i dikurshëm që ka luajtur futboll. Patjetër që Skënderbeu i dikurshëm ka luajtur mirë edhe në Kupat e Europës. Aty mbetet për tu parë. Aty mbetet për tu parë. Pra siç e tham që në fillim ke thy rekord pas rekordi. Ne du m'dim sa është numri sakt i golave si profesioniste. Po i mbajtë mend. Numri sakt i golave, realisht numrin e sakt nuk e kam sot. Unë kam dalë sërish gëlashënuesja më mirë me 83 gola në kampionat këtë vit. 83 gola. Po. Në 10 ishte Leo Messi vitin më të mirë. Besoj se do të jem afër 800 golave, pa llogaritur golat në kup, vetëm me vllaznin këtu, pa golat e Champions League, pa golat e kupës, vetëm kampionatin shqiptar. Kështu që po të llogarisim edhe golat e kupës, golat me ekipin kombëtar, golat në Champions League, besoj se jam shumë i sigurt që 850-a jam. Këto Infantino e këto Ceferini i din këto apo nuk i din. Si marrin vesh? Si marrin vesh? Është që në shto gola më besoni që gjithë kujt u mundi duket e lehtë. Po ta mendosh 800 herë edhe me gjujt në port. Pra me gjujt stërvidja shumë e vështirë. Pra dhe më kundërshtar asnjëherë s'ka qenë e lehtë edhe Miki Doçi ka qenë gjithmonë ajo për tu marku. Personi për tu marku. 2-3 lojtarë gjithmonë i kam pas, sidomos kampionatin shqiptar. Edhe jo vetëm këtu, por edhe jashtë ku kam luajtur kam pasur 2-3 lojtarë mbrava. Pra nuk ka qenë e lehtë. Por është diçka, këto rekorde janë arrit me punë, me sakrificë, me pasion, duke punuar çdo ditë, patjetër me ndihmën e shoqeve të ekipit, sepse pa shoqet e ekipit që kanë pas cilësi, që dhe unë dalte goli, është e pamundur, pa ashtu edhe me mbështetjen e stafit teknik e drejtues, sepse normal kur kem mbështetje edhe nga trajneri dhe nga presidenca, ti je më i lehtë për të vepruar fushën e lojës. Sa gola ka Cristiano po? M'fal, po të kisha ajo Alisha që bën vetëm foto, të kisha 800 sa gola, nuk do bëj nami për të në gjithë botën. Jo, unë realisht nuk jam si Alisha, se po t'isha si Alisha, do isha si këto femra që marrin pjesë të procesit dhe të këta duke treguar trupin. Unë si jam nga ato femra që unë du t'jem ajo që jam sportiste, ajo që ka sakrifikuar dhe ka derë djerës për të arritë të gojam, edhe nuk jam si Alisha, po t'ishte si ajo do kisha më shumë të ardhura, por jam e kënaqur me këtë që jam. Po çfarë mendon që e pengon për shembull ti që ke kaq shumë gola, pse nuk njihet në arenën ndërkombëtare këto lloj gola? Shumë mendoj që ka dikush që ka më shumë, po thamë lojtarët e njohura. Po sepse nuk është se ju intereson më shumë, edhe ju intereson më shumë golat që bëhen në kompeticione ndërkombëtare. Jam shumë e sigurt që po t'i kishim bërë reklam më tepër dhe po t'ishte mbështetur më shumë nga media e Shqipërinë, beson që ata do i kishin njohur. Ronaldo dhe bëri gol, fitoi trofe dhe synon të bëj 1000 gola. Ti e ke një synim në jetë 1000 gola edhe ti? Patjetër që po. Unë gjithmonë jam në ndjekje të thyrjet e rekordeve. Kjo është ajo që më mban gjallë. Thyrjet e rekordeve. Cristiano realisht është idhulli im. Është një lojtar që është shembull për gjithë botën dhe gjithë bota e don, gjithë bota e dashon, jo vetëm Ronaldo, por edhe Messin. Por Ronaldo për mënyrën e punës, për pasionin, për dëshirën,
për edhe ato ditët që ai nuk ka dëshirë për të punu është aty. Pra është një shembull, mu më ka bërë përshtypje edhe një intervistë e tij, edhe ku ai thonte që nëse do ishte puna për ekipin kombëtar, do e kisha thyer edhe këmbën. Edhe realisht ai është një shembull që pse jo mos merret edhe nga ekipi kombëtar joni, sepse të kesh 22.000 tifoz stadium, të kesh atë lloj mbështetje dhe ti mos t'japësh maksimumin, sepse jam shumë i sigurt nuk është maksimumi i ekipit kombëtar. Por ka të bëjë shumë edhe mënyra e lojës, ka të bëjë shumë taktikisht se si ekipi kombëtar lun, ka të bëjë shumë edhe trajneri, çfarë detyra është jep, detyra sulmuese, mënyrën si çfarë i kërkon ekipi. Unë jam shumë i sigurt që ekipi kombëtar ka cilësi për më tepër edhe për arritje më të mëdha. Tani 1000 gola, kush i bën i pari? Ti apo Cristiano? Po jam shumë i sigurt që do t'ja kaloj. Ti? Po. Unë kam një pyetje më të mirë apo? Vazhdo vllai me Kam një pyetje më të mirë. 1000 golin e kava. Më the për 22.000 veta në stadium. Po ta kishe penalltin e Manet, nuk e kam personale fare me Manet. I e ti që godet penalltin. Do e kishe goditur më mirë? Po penalltin ishte një penallti me emocion, me pesh. Patjetër, po 22.000 Besoj që veta. ishte një penallti, nuk Mana është një lojtar shumë i mirë, ka shumë cilësi. Është një penallti që e kanë humbur, penalltin e kanë humbur lojtarë më të mirë botës. Kështu që nuk kemi pse ta vendosim shinjesër Manen. Mbesoni që ai ndihet keq, mbesoni që Patjetër. një muaj s'ka për të fjetur nga kjo penallti, por do dhe qik qetësi, do dhe qik menaxhim, ishte penallti me pesh. Pra, patjetër që ka mundësi për të gjuajtur edhe më mirë. Edhe unë ndoshta mund ta kisha humbur. Unë një penallti kam humbur një jetën time në 14 vite sport. Edhe një muaj s'kam fjetur realisht, por jam shumë i sigurt që po ta marrësh, trajneri i zgjedh lojtar të qetë, kishte mund zgjedh edhe një lojtar, një sportist tjetër që është më i pjekur me ambientin, me tifozat, me peshën që ka neshja, me qetësinë. Unë për shembull do kisha zgjedhur më shumë qetësinë, ndoshta edhe Maremiten, pse jo? Duke pas parasysh qetësinë dhe pikurinë që e ka fushën e lojës. Tani po të krahasosh veten me një lojtar të famshëm, kushdo në botë. Kushdo ngjan aty nga karakteri dhe nga loja ndoshta. Unë realisht nuk du ta krahasoj veten mbas i lojtar në botë, sepse janë lojtarë me shumë cilësi. Kanë luajtur e kanë provuar veten për ekipe dhe për neshën ndërkombëtare, po patjetër. Por idolli im ka qenë gjithmonë Cristiano Ronaldo, dhe unë në fakt kam luajtur pozicionin e tij në krahun e majt, edhe bëj veprimet që bën ai. Ndoshta nuk e kam gjatësinë e dur, por kam pasionin dhe dëshirën që ka pas ai. Ndoshta nuk i kam pas mundësitë si ai, por ka qenë mundësitë e mia. Unë do thënë që ne nuk e numri 7 fanell me këtë që bëjmë. Po në fakt kjo puna numrit 7, kam pasur në fillim kur kam nisur futbollin, kam pasur numrin 7, e kam pasur shumë dëshirë, por momentin që erdhi një lojtar në ekip, edhe një bisedë që kishte me presidentin, e kishte shumë dëshirë numrin 7, dhe aty ishte edhe momentin që u mora numrin 11, dhe jam shumë krenare dhe që kam këtë numër, sepse këtë numër e kam kthy në një simbol. Besoj. Megi Doçi 11, Ronaldo 7, i keni nda ato. 11 vllai numër sulmuesit. Ka lidhje 7, ne ka krau, sulmova ne. Po le të themi pak tek aventura jote te Galatasaray. Si ishte ajo aventurë te Galatasaray dhe pse zgjati aq pak? Por realisht ishte një aventurë e mirë, sepse ishte me përfundimet kur del kampion, i mbyll gjithë ato bushliqet që ka lënë. Galatasaray ishte një aventurë për mua, dhe një sfidë për mua, do thoja psikologjike, sepse shkova nga një vend që isha gjithçka, me mbështetje, me njëshin e futbollit femrave, po them të vllaznia dhe në Shqipëri, në një vend që nuk njeh askënd, në një vend që isha thjesht Megi Doçi nga Shqipëria, shkoj si lojtare më mirë, edhe me cilësitë e mia që kisha, nuk donte t'ia dinte askush. Por me shumë vështirësi, realisht kam pa them këtu në rreth parë, sepse nuk jam pyet askund për sfidën time te Galatasaray, po në fakt po e gjej mundsinë edhe po shpreh me këtu, nuk ka qenë e lehtë, jo për shkak cilësive të mia të futbollit, por ishte e vështirë sepse në ditët e para u mor vesh pagesa që unë kisha te ekipi, edhe këtu prishin gjitha marrëdhëniet pastaj me gjitha shoqjet e ekipit, edhe
Pagesa Nuk më ndeshëm më pasonin. lartë nga ato që kishin ato. Po. Ishte e vështirë pastaj të krijoja marrëdhënie shoqërore me ekipin që të lidhesha me ekipin, sepse një lojtar që vjen nga jashtë don konda vetë që të lidhet, është ndryshe për i portier, është ndryshe për i lojtar që është pjesë sepse do të lidhet me pjesën E tjetër, kuptoj. edhe unë kisha shumë vështirë që të lidhesha me pjesën tjetër të ekipit. Edhe në moment pra ishte gjithmonë unë do t'i fitoja topat në dy luftime që të tregoja veten. Nuk kishte një moment që unë ta merrsha topin nga shoqja dhe të futesha në dy luftime. Por e gjeta guximin te puna që kisha. Unë du të tregoj vetëm këtë për publikun, se ka shumë njerëz që thonë, "Ei, Meki do që iku jashtë dhe nuk tregoj veten." Kjo nuk është e vërtetë. Unë po tregoj vetëm këtë gjë që ekipi im mos serviste 4 herë në javë, mos bësha 12 servitje në javë. Kështu që kjo mjafton besoj. Pra ti shkoj edhe personal, pra vendiqet e vet. Ishte e vështirë sepse kisha gjithçka kundra. Edhe unë arritja t'ja dal, edhe unë e kam bërë që ai trajner në fund të ndeshjeve të vit të më shtrëngoj dorën para gjithë ekipit dhe të më thotë ti e luan nesh, çfarë ishin këto ndeshje dhe çfarë ishte ajo që të bërë në fushë, sepse ishte një ndeshje që ai më la në stol. Ishte era pa një dentime që rria në stol, dhe realisht nuk i doli as nxehje. Ke parasysh kur Ai dalin? inati, po. Po, nga inati ishte era parë, nuk dish sepse e di vetë që nuk e meritoj për ndaj në stol. Edhe duke pas parasysh dhe karakterin dhe inatin dhe egon që kam, më dukte shumë shumë e vështirë. E di në Turqi ku i bie burreli apo nuk e di? Nuk e din as pak, por nuk e njohin ato në Turqi as karakterin e burrelcave. Tani merkato verore po vjen prap. Duam të tregosh një aferë të mirë, ke menduar edhe një herë shkosh jashtë apo kjo eksperjenca do shihet keq ndoshta? Realisht unë nuk trembem nga sfidat, nga eksperiencat, nuk jam tremb kurrë. Eksperienca ime te Galatasaray besoj se më ka bërë më të pjekur, sepse aty mësova të luaj futboll pa mbështetje. Aty kam mësuar shumë gjëra, pa mbështetje nga kërkujt. Të luash, edhe besoj që është shumë e vështirë, kur s'ke sado pak mbështetje. Edhe patjetër që jam e hapur ndaj këtyre sfidave, nëse do të jetë një ekip që do ofrojë mjaftueshëm, unë kam treguar gjithmonë, unë kam pas ftesë, po ashtu më kanë kërkuar edhe Juventus, edhe ekipe tjera, po unë kam thënë gjithmonë që nëse nuk më vlerësoj, nuk do iki si ato shqiptarët e viteve 90. Nëse do ketë një ekip që të më vlerësoj, patjetër që unë do të shkoj, nuk do i trembem asnjë ekipi, nuk i trembem në botë. Kam treguar edhe ndeshjen në Champions League, që nuk i trembem asnjë ekipi. Unë kam treguar ndeshjen me ekipin kombëtar, me Vllaznin, me Paris Saint-Germain, me Chelsea. Beso, ka nivel më të lartë që të luash me këto ekipe? Më i lartë ky ka qenë. Edhe kam shkëlqyer në këtë ndeshje, çfarë prove duhet tjetër që me i do që vlan për të luajtur. Po është e vështirë, duke qenë shqiptar, është e vështirë që të pranohesh në ambientet e tjera, sidomos në ekipet e mëdha, sepse preferojnë më mirë një nga Senegali, një me ngjyrë, se sa një Ballkanas. Një nga temat që përflitet më tepër kur bëhet fjalë për futbollin e femrave është diferencimi që ka nga futbolli i meshkujve. Jo vetëm pagat, por po them edhe marketingu dhe tifozët dhe sa ndiqet. Çfarë mendon për këtë temë? Po, kur kam nisur futbollin, më besoni që ka qenë shumë e vështirë pjesa mentalitetit që jeti femër duke luajtur futboll. Femrat janë përgjithësi për me lë pjallat, me bu fëmijë, me çu fëmijë të shkollë. Është një paragjykimi që bën gjithë. Është një paragjykim që është në gjithë Shqipërinë. Më besoni që ka qytete në Shqipëri që nuk e din akoma që futbolli i femrave ekziston, që ka një ekip si Vllaznia që ka shkuar në 16 më të mirat e Europës, që është ekipi i parë në Shqipëri, që më besoni që do kalojnë vite, që një ekip meshkush nuk do arrijë në këtë nivele. Edhe nuk ka mbështetje. Edhe këtë mentalitet më besoni që unë kam vujt shumë. Shikoni kur unë kam nisë të luaj futboll, patjetër që gjërat tani kanë ndryshuar, por në momentin që unë kam luajtur futboll, më shikonin sikur unë çfarë po bëja në fushën e lojës, thjesht po luaja futboll. Shikoni këtë djalin, se i kam pas një çik flokë të shkurtra, kështu. E ke parasysh, më përpara jena pas prej çik flokë si kujtose se na kanë vendosur i tas në kokë kështu. Edhe na i kam prej. Edhe më thoshin, "Ky çuni që luan futboll." Edhe kisha edhe i fije gjujtje, edhe ky djali, fakt më i mend një skenë me Sulejman Demollarin në Kamës. Kishte ekipin kombëtar, mbaj mend, nuk e dija, u 21-shin. Më duket shpresat. Edhe vjen ish me kapela. O djalë, unë po bëja gjujtje. Edhe po shumë fort. 2-3 herë trafesës nga 20 metra, nga 25 metra. O djalë, tha afro pak. Edhe pash në fush, nuk ishte askush. Isha vetëm unë. Edhe ai që ishte në pankinë. Edhe më thot, o djalë afro pak. Shikoj, hiq.
Edhe ju afrova se më thirrja, Ja e kuptova mbajti që lojën. e kishte me mua, kupton? Më tha, sa vjeç je? I thashën 15 vjeç, 16. Tha, o djalë, tha, po, më thuaj ku, më fal tash nuk jam djalë, jam vajzë. Ti tha vajzë ta je? Edhe më tha nuk që dit. Por e kam pas shumë vështirë sepse në çdo vend ku shkoja, ishte ky mentaliteti nga djemtë, o, shikoj është si mashkull, është si djalë. Në shkollë, ku do ku luja, ishte më thanë që femra nëse luan të futboll ishte si shiko si ka muskujt. Ndërsa sot femrat po vdesin, shkojnë palezër me bo muskujt Edhe prapë nuk arrin dot. Edhe nuk arrin dot. Botë cepsha e kështu. Po. Jam frikë për to. Po pjesa e mentalitetit besoni që ka ndikuar shumë, por edhe pjesa e reklamës. Sepse në Shqipëri shihet më tepër pjesa e buzëqeshjes fallse e trupit që do dalësh me një fund për të duk bukur, unë nuk jam me këtë ide. Në çdo televizion, po të shikosh nuk shej femër serioze që del tamam. Pra e bukur je kur ti zhvishesh, ti nuk je bukur kur ti zhvishesh. Ti je bukur kur je ajo që je, sepse ashtu të ka fal Zoti, dhe jo kur tregon trupin. Dhe mediat i bëjnë reklam asaj që zhvishet. Ata do t'i bëjnë reklam pasionit, dëshirës, mundit që derdhin sportistat, dhe jo vetëm sportistave, edhe artit, se gjithë bëjmë art. Piktorat, teatrit, gjithkujt do t'i bëjnë, do t'i japin sepse derdhin djerës, ta janë ato që japin për qytetin, japin për popullin, pra t'i japim rëndësi atyre që derdhin djerës, sepse japim edhe për fëmijët, kanë çfarë shikojnë, se thotë, ua, du të bëjmë si ky, du të punoj, që unë të arri këtu. Jo, unë duhet zhvishem, që të bëhem, duhet zhvishem si kjo zonjusha që është televizion, Dikushi. që të bëhem dikushi. Kjo nuk është pra ideja, shitet ideja e gabuar. Preferojmë atë tjetrin, po ja më prit. Pse po merr atë tjetrin që ka shok, ka mik? Merr këtë që ka sakrifikuar të njëjtën, apo ky s'ka shok apo s'ka mik. Pra kjo në çdo gjë, në çdo punë Shqipëri funksionon, por nuk duhet të funksionojë. Më besoni që Shqipëria ka për të rrit vetëm kur na t'i vlerësojmë të njerëz, pra t'i ndajmë nga pjesa tjetër. Kur të rritet, kur ketë Shqipëria drejtuesa me kualitet, që din të flasin, din të komunikojnë, që kanë kaluar sfida në jetën e tyre, ato e dinë rëndësinë e jetës. Edhe fëmijët, nëse ti do të arrisish një fëmijë nesër pas nesër, kë do t'i marrësh shembull? Ato që ka derë djerës. Edhe vetëm këto momente, besoni që ne shqiptarë do ndryshojmë, edhe në ide, edhe në opinion që shtetet e tjera kanë për ne. Në dijenin tënde sot që ti je lojtarja më e mirë e futbollit femër, sa është ajo diferenca e pagesës në krahasim me djemt e futbollit? Po do thoja shumë madhe. Sa? Sa pra? Po ata marrin 8 fish më shumë se ne. 8 fish. Po. Bëhet që nxjeqi me Llogari 20 euro mesatare në Shqipëri. Apo marrë mesatare Zamër lagë. Flora. Tash bëu futbollist, nuk dojeti. Po ti ishe te futbolli meshkëve? Mendoj që do kishte njerë të arritje ndoshta. Do ishte shumë e vështirë, sepse patjetër që ku ka konkurrencë, do të jetë shumë e vështirë, por më besoj që konkurenca të rrit më tepër. Edhe duke pas parasysh mentalitetin, pasionin që un kam pas, jam shumë e sigurt që do kisha shkëlqyer edhe në futbollin e meshkujve. Sot do isha në ekip kombëtar. Duke shkëlqyer atje dhe duke bërë krenar gjithë shqiptarët. Ti je shprehur që kur qenë e vogël mamaja nuk donte të bëhesh futbolliste. Tani që është krenare tani unë jam i bindur. Por a bëni ndër këtë diskutimin që çfarë mendonte atëherë? Më besoj që po tregoj historinë me mamën time, shkrirës së qeshuri, sepse gjithmonë zihej me babin në shtëpi. Babi më merrte për dorë, mami mante ka krau tjetër. Babi thotë do vish luaj futboll, mami thotë jo s'ka për ta me luajt futboll. Se unë vritesha, ajo ma priste topin, kur ma priste topin ajo më thik, mua sikur po ma ngulin thikë në zemër se ishte vetmja lodër që kisha. Në jetën time nuk kam njohur lodër tjetër përveç një top futbolli. S'kam njohur un Barbie, kështu gjëra, s'kam njohur në jetën time vetëm një top futbolli. Edhe ku ishte problemi, se sapo shkonte babi në borrel këtu unave apo dielave për të bërë pazar apo kështu, babi më sillte topin. Edhe unë dilsha jashtë duke luajtur kriste sherrin në shtëpi. Konflikt familjar për çështje futbolli. Po, vetëm po sot mami është krenare, po edhe sot mami thotë do të bëj dark, thotë, kur ta lësh ti futbollin. Se nga që bëhet më rak, ka shumë më rak që unë vritem. Nga që ti luaj fort. Nga që unë luaj fort, përplasem, ora thotë si qohesh aq shpejt, thotë. Unë ngel me zemrën në dorë, bëhet me tension, thotë. Mami, bëhet me tension, është i qetë. Unë i them, ti do të jesh krenare, vjen në stadium, ti duhet ta shijosh. Jo, thotë, unë përfundoj duke u dridh, më bëhet, shkon me tension 20.
Po ti hajde shijoj, mos hajde për të bërë me tension. Mami është shumë krenare, patjetër edhe babi, kam bërë jo vetëm mami, babi, familja, por janë krenare i gjithë fshati dhe gjithë zona Ka Burrelit. përmend babi, mami, të ka thënë, atë thash do bëj lojtar futbolli. Atë thash lere gocën tuaj. Jo, ai di çai thot babi ma, është vajza ime thotë ajo. Unë e bër. Ti se ka pas njoft futbollin atje duaj gjin thot. Un kam pa futboll të njëjtën. Normal me babi sillte topin. Tani babi, po s'bëri babi lojtar futbolli, kush do bëj tjetër? Po sot që je rritur, edhe je profesioniste në futboll, vazhdon mami të merr në telefon për shembull të thot hat këtë për drek ose ato të bëj diçka për drek. Kujdeset akoma për ty. Realisht mami tan kohës, ku je, me kë je. Edhe sot vazhdon akoma, edhe pse i them akoma mame nuk u mësove 14 vite që luaj futboll. Akoma nuk u mësove me situata që unë jam. Akoma më pyet ku je, ç'a bën, a ke hongër. Akoma vazhdon mami, po. Si nona, Si nona mami, bëhet mos merak. ka si mami, Bëhet po. merak për fëmijën, sidomos për i vajzë, sepse jam vajzë e vetme. Kam 2 vëllezër më të mëdhenj. Edhe duke qenë edhe vajzë e vetme, më ka i çik më merak. Por Po vëllezërit nuk lunin me top kur vinte topi në shtëpi apo? vëllezërit është e çuditshme, se vëllezërit as se kanë fare dëshirë futbollin. Shi. Se pëlqejnë fare, nuk është se shkojnë me pa në Champions League. Megi do thonë ka bërë 800 gola, ka bërë gol Realit, apo mirë. Ka bërë Sa ke Realit. bot 800. Jo, realisht ashtu e kanë. Vetëm mua vjen më ndjekin në stadion, bërtasin, patjetër, sepse Ah, e okay. ndjen kënaqësinë, por nuk e shijojnë futbollin. Unë i them, zjem në shtëpi me ta, sepse çoj zërin në televizor, unë po se ndjeva atë Po, shumë maksimum. për rritjen e tifozave, po uli çik zërin thotë se po dëgjon lagja. Fakt kur shkojnë lagje merr lagja i çik. Ma ashtu shihet nesh ato shihet, si mund ta shohësh neshën ti te njëshi volum. Ja, për Po, shembull. do igje fare. Ja, këtë ju them unë, si mund ta shijoj Kjo- ndeshjen unë me zotë e 10-ta. Unë Me po se minut. qove te 14-ta, te në fundën 15-ta. fund fare të bërtasi komentatorë aty gol. Megi të qenë lojtarë profesioniste, çfarë ka diçka të vështirë që të pengon jetë ndoshta dhe çfarë ka diçka të bukur? Po, qenit futbollistë profesioniste të ndalon për shumë gjëra, të ndalon të shkosh në rrugë keqe e para. Kjo është e Dhe mirë. Kjo është shumë e mirë, sepse ti je i predispozuar për të punu para ditës mas dite. Unë realisht servitem 2 herë në ditë. Mundohem nga herë dhe 3 herë në ditë. Pra jetë e puna, ti nuk ke kohë kafeneve të bredhesh, do dalësh për i kafe një orë apo 2 orë, po nuk mund dalësh tërë ditën, do dalësh një herë, po jo gjithë javën, e kupton? Pra je i predispozuar të puna, ke diçka që ti do fokusohesh te puna, sepse nëse nuk fokusohesh, ty ta kalon tjetëri, del më i miri tjetëri. Pra, ndikon për mirë. Por ka momente që nuk mund të shkojmë festa, nuk mund unë gjatë gjithë jetës time, domethënë, e din ti sa herë kam qenë në për pabe, natën ty, sa më ndonjë po të them unë piti Ke ty. fitu topin e art 10 herë, after party 10 herë i topit të art, po ta quaj 10 herë. Nuk është e vërtet, unë gjatë gjithë jetës time, mund ta them që kemi dalë nga këto party, 4 herë kam dalë. 4 herë. 4 herë. 14 5 herë sport. kishe ti këtë javë. Pra, Jo. Mos ta i e di gjitha, e din me cilën fjali jam unë akoma? Jam atë fjalin që kur kam dalë nga shtëpia, në moshën 12 vjeçare unë jam largu nga fshati, për të ardhur në Tiranë dhe për të njeh futbollin. Kam nejt 3 vite të tesja dhe pastaj kam dalë në shtëpinë time me vllajin. Në fakt në atë moshë aty ka qenë momenti më i vështirë në jetën time, kur kam momentin që jam kthy me i çan në dorë, apo pa nga familja. Ka qenë momenti më i vështirë i jetës time që do ta mbaj mend sa të jem gjallë. Sepse u largova me një çantë me ca rroba që s'kisha asgjë tjetër dhe shkova në një vend që nuk njihsha askënd. Thjesht për shku dhe për të u thonë gjithëve që sepse gjithë më thonin në shkollë ai femrat nuk luajnë futboll. Ti s'do bësh futbolliste kur isha në shkollë në fshat. Ti s'do të arrish të bësh futbollist sepse nuk ekziston futbolli i femrave. Por unë jam kjo që jam, kam punu, edhe unë ju kam tregu gjithëve që unë kam luajtur futboll, jam bërë profesioniste, sot jam kapiteni e ekipit kombëtar, kam shumë medalje në qafë, kam shumë kampionate, dhe ju kam tregu gjithëve që unë kam luajtur futboll, edhe pretendoj edhe për më tepër. Unë kam thënë gjithmonë që pretendoj edhe për topin e art. Unë besoj akoma që një ditë më jepet mundësia të luaj një ekip madh, nëse një ditë më jepet mundësia, unë do ta tregoj veten që E them për topin e art të madhin të femrat. po, Jo topin e shqiptari, art, si ato këtë që ka marrë Cristiano Ronaldo. Okej. Por të Se me kthejmë. këto të tjerë nuk jam e kënaqur. Të tjerë dashim janë bërë si këto intervista që shkojnë për televizionet. Që shkoj këtu më janë bërë kështu gjëra të vogla,
realisht më besoj, nuk është e vështirë ta vesh. Është një herë e merr gjithkush. Por e vështirë është të rish aty. Ta marrësh për çdo vjet, sa për çdo vjet të bëhesh e bezdishme dhe gazetarëve të erdhi prapë. A mori Megi be. Erdhi prapë kjo, se s'ka ndaj lajm ndryshe. Tani kur ta mbyllësh ti me futbollin. Çfarë do jetë ajo gjë që do bësh direkt ditën e parë, do thosh tani e mbyllën futbollin ku do shkojmë party apo diçka që do lirohesh nga ajo. Un kur të mbyll futbollin do të jetë gjë më e vështirë për mua, sepse është pasioni që unë i kam dhëruar vitet më të bukura të jetës time. Pra, vitet më të bukura të jetës time nuk i kam shiju duke bredh me shoqërinë, duke dalë, duke festu, por i kam bërë të puna, duke punu për të bërë kjo që jam sot. Ti sa të lesh futbollin, ditën e parë që do e lësh, hajde mu kam një ekip të Sunday Liga unë. Ikem atje për zotin, di çfarë bëj. Unë jam shumë i sigurt që ditën që do të lej futbollin do të jetë dita më zymë për mua. Po mirë, folëm për gjithë këto, për karrierën tënde, gjithë ato gola, rekorde. Po Megi në marrëdhënie si është? Varet çfarë marrëdhënie. Marrëdhënie pra, a thyr rekorde në marrëdhënie apo Jo se ja bëm ndryshe. në dashuri ke qef? A bën gola në jetë apo jenë mbrojtje? Besoj se gjithkohë më pëlqen thyr rekorde. Edhe në dashuri ke qef thyr rekorde. Patjetër. Po, më pamje parë duke me vrazhd, por në njëri që ka sakrifiku dhe ka ecë me vështirësi në jetë, patjetër që e ka këtë në pamjen e parë ka të vrazhd sepse ka vujt në jetë, nuk ka pas asgjë të lehtë, por më besoni që pas kësaj ftyre që duket e jegur, fshehet i Megi shumë e butë, një Megi me shumë njerëzillik, me shumë ndjenja njerëzore dhe shumë i mirë. A të ndihmon marrëdhënia në fushë? Je më e qetë për shembull apo? Po varet e dashuri që ke. Ma më tash. Varet. Po më varet tash se. Po pse varet? Po më varet sepse të mënyra se si sillet me ty, sa A do të don, thënë po sa zut dërson. për Po e zënie me dar, u zune, si Po zure, 3 gola po për zure, natë. po më shumë zure- gola apo më pak? Po zure para neshës ka kryer neshja se kemo. Po nuk del mirë nesër. Do të jesh shumë e përgatitur psikologjikisht. Të unë për aty. shembull mendoj që po të zihesh ti me të dashurin tënd, në ndeshje e nxjerr gjithë inadin aty në fushë. Më varet te 3-4 gola, po. Kartoni kuq minut para. Te inati te jegë. Vetëm arbitri mos e nxjerrë kartonin. Më besoj që kur ke dikan që e don shumë, është diçka që të përqendron. Nuk je i fokusuar 100%, sa do të thonë njerëzit ose lojtarët profesionistë, është gabim. Nuk është e vërtetë, tregoj është gënjeshtër, sepse në momentin që ti ke dikaj që e vlerëson dhe don shumë, pra po flasim për dashuri. Po, për dashuri. Domethënë që ti të prek në brendësi. Në momentin që ti nuk je i qetë në brendësi, ti si je si qetë psikologjikisht, nuk je i aftë të bësh, të jesh shumë i përgatitur psikologjikisht, që të mos thyhesh, që ta ndash, se realisht gjithsecili thot problemet i lejmë jashtë fushës dhe lejmë fushë, por është shumë e vështirë, problemi është jashtë fushës, mos ti fusesh në fushë, do të jesh shumë i përgatitur Po se psikologjikisht. disa për shembull shumë futbollistë edhe meshkuj, futbollistë meshkuj e kanë siç është ai Ilicic, që kanë depresion për gruzë dhe E la fare. e la fare. Ka sa Vështirë dush, është. ka sa dush sportista që kanë vujt shumë ndarje nga ferma që kanë pasur. Po është mbaj mend të futbollistin e Bayern Munich, Davis, është i lidhur, ka qenë i lidhur me një sportist me atë të Paris Saint-Germainit. Nuk po më vjen emri tani. Është kanadez është da, jo, Po. shpejt e Parisi po. Janë nga njëta kombëtare. Ky e ka pas dashur shumë. Thonë që e tradhtoi me Mbappé, Në Se di fjalët janë ashtu, por në momentin që unë dal nga ajo, po ta shohësh humbi shumë mos muskulare, shumë. dyshoj shumë nga fytyra, pra është diçka që ty të prek, sado i fortë që ti jesh, sado lojtar mirë ti jesh, ty të ndikon psikologjikisht. Kështu që është gënjeshtër ai që thotë që problemet jashtë fushës nuk ndikojnë fushë, se ti kur të kesh nonën një familje smur, sado i aftë ti jesh, ti prekesh psikologjikisht, nuk je i qetë. Po. Pra është gënjeshtër, kush do që ta thotë ty që e kalon është gënjeshtër. Megi ne të urojmë që të shkosh 40 vjet karrierë si Ronaldo, po kur ta mbyllësh me futbollin, çfarë plani ke mbrapa? Po, planet realisht unë duhet ta shijoj, sepse është diçka që unë e dua shumë, dhe realisht edhe para kur më pyeta për momentin e lënës futbollit, më mushën syt me lot, nuk e di a e vore re. Po patjetër. Është një moment jam shumë i sigurt që do ta vuj shumë, por çdo fillim e ka i fund. Kështu që do ta përgatis veten vazhdimisht këto kohë,
Por them do doja të isha pjesë e sportit dhe pse jo një gazetare sportive, sepse di shumë mirë, njoh shumë mirë sportin, do doja të isha pjesë e ndonjë televizioni. Patjetër nëse do ma japi mundësim, por që shumë e vështirë sepse do gjej një mik. Po lërojmë vendin që tani po e pranojmë. Na thuaj kur e le karrierën që ta mbajmë vendin hapur. Po ja do morësh vesh media sepse kur jemi një do që karrierën do bën gati edhe këto të tjerë të marrin ndonjë çmim se s'po marrin as çmim. Tani do kënaqen ato gocat. Do kënaqen ato. Sa në momentin që ika unë te Galatasaray nuk kishte mos sulmu se kampionati shqiptar fillon për tjerë të dalin në për intervista. S'kishte më, e kupton tani ku shkoj. Pra ne do bëjmë një lojë, kemi një top futbolli blu dhe një top futbolli, nuk është këto gender reveal. Unë ja Flori mendoj që është djalë, nuk është këto. Tash do bëmë fëmijë vëlla. Por tani kemi futbolli çunave, futbolli gocave. Ne do bëjmë ca pyetje, do na japësh përgjigje dhe do ngresh tabelën. Që ta kesh më të lehtë. Mbaj rozën nga e majta, blun nga e djathta. Që mos ti ngatroj tani. Bluja janë blun nga e meshkujt, djathta. Sa në spec është blun nga e djathta, rozën nga e majta. Po roza nga e majta se nga femra në zemër është sa nga e majta. Ka vetë tjetër, i rreth vetë tjetër aty, atë ç'është ai. Benar filloi ti. Tani sun? Po. Po, më patjetër. Ku bëhen më shumë thashë theme? Në dhomat e zhveshjes së çunave apo të gocave? Vajzave. Ka më shumë aty thon? Po. Po për çfarë flasim më shumë? Po për shumë situata që mund ndodhin në ekip ose brenda. Në ekip? Po, në ekip ose edhe jashtë ekipit. Jashtë ekipit. Po. Ku ka më shumë zeli? Tek ekipet e çunave apo tek ekipet e gocave? Patjetër që te femrat. Ka më shumë zeli thua? Patjetër. Xhelozi. E kanë. E Ka femrat edhe natyrë. Si thot francezi, sharshela, po. Molla e sherrit është femra. Ja vetëm futboll. Se ke dju? Jo. Është problemi se ke dju. Nëse nuk ke dju, i bie që ka përjetu. Ku komentohen më shumë gratë e futbollistëve, në futbollin e çunave apo në atë të gocave? Po, nuk është se ka shumë femra që janë të dashura të meshkujve që luajnë futboll, janë vetëm një numër shumë i vogël, por besoj se femrat që luajnë në futboll. Qa pyetje kam tani? Haje. Ku depilohen më shumë këmbët? Te çuna apo te goca? Sa dhe çunat e futbollit e shoh që janë. Jo, në fakt do qeja këtë djemve, sepse femrat e kanë detyruar. Po kanë filluar dhe meshkujt tani. Çunat janë ata që e teprojnë. Çuna dylli këtu. Është shumë e vështirë për meshkujt. Okej, ku pihet më shumë cigare, në dhomën e zhveshjeve të gocave apo të çunave? Pa çunave pse? Te gocat Se te gocat nuk e nes në një kështu. Mu më ka ndodhur te Galatasaray që e ndisin gjithë. Po. Galatasaray me puro. Këto hujtë kanë lçu fare, edhe çunat çu janë edhe. Me puro atje. Po. Jo, në fakt me puro dalin kur festojnë. Kur festojnë, por nuk besoj dikush që do të jetë. Ti ke shesnin më rrim por se ne aty në port, për të jeri Barcelonës. Dikush që do të jetë profesionist besoj që nuk e ndes kur. Unë për vete nuk e kam ndezur kur. Unë kësaj radhe kam pirë, edhe unë kam pirë puro kësaj radhe, po kur fitova kampionatin. Me aty lejo. Ka lojtar shumë mirë pima, dhe ai Vardi. Vardi? Po. Po mirë se profesionist. Ai ka deklaruar. Paket shkom servitje. Po do shesin. Edhe shesin po tre trofe, ke çaj thu. Vardi e but. Ku shahet më tepër Albitri? Te çuna apo te goca? Te Albitri shkret. Motra Albitrit në kohë. Të dy krahët. Të di. Ç'a të bëj shkreti, po edhe gocat. Për mediat shqiptare, vlen më shumë një euro gol i çunave të futbollit apo topi art i vajzave të futbollit? Një euro gol i çunave, a? Po. Ky topi art një ndeshje ka një gol ka më shumë vlerë nga gjithë kampionati i bie me rregull. Ku ka nivel më të lartë arsimimi, te çunat e futbollit apo gocat e futbollit? Patjetër që te meshkujt. Tu janë më mirë. Patjetër që te meshkujt kanë më vlerësim. A e shesin më shumë veten si seks simbol çunat e futbollit apo vajzat e futbollit? Të dyja bashkë. Të dyja. Që janë bërë çunat i kanë pa, po dhe gocat. Po çunat në fakt çunat shqiptar, dhe sidomos futbollistat, ato që merren paktën dhe ecin në sport, nga që dalin pjesa më e madhe e tyre, për shembull kur ndryshojnë nga një që nuk kanë para, ndryshon nivelin i jetë. Ndryshon niveli i jetesës, fillojnë bëhen me pjeshka. Po ndodh kanë filluar lojtarët të vesh. E merr makinën kështu
6 Po lere plus 1 që të ketë më shumë vend. lere makinën, po të veshja ndryshojnë shumë, më pëso. Po të i shohësh djemt, Po më ka filluar të vesh fustane, e ke pa. Jo, ato janë ja jashtë. me fustane, Ato jo. janë Kombëtarja Francë. e Francës, e ke pati kur Ja, lidhen jemi me shkon Shqipëri. ai. Në Shqipëri Ne është po ajo. flasim Shqipëri. Nuk po i them me emrin, Po. po ajo kompania që ka një kafë të madhe me xixha, mjafton, është perfekt. mirë, Edhe xhinkse ama mirë, grisra si. këtu. Ku manipulohen më shumë ndeshje, te çuna apo te gocat? Të dhe dia. Nuk e dia që edhe femrat ishin problem. Të dhe Ndodh dia. aty? Ndodh. Kur nuk luajmë vllazninca, aty nuk kanë çfarë. Domethën, edhe te futbolli i femrave ekziston një Tonali që lusket din për ekipin e vet apo s'është e vërtetë. Jo, te ekipi jo nuk ekziston kjo gjë. Jo, në futbollin e femrave thash. Po, futbolli femrave është i madh, unë maj Po pra, përgjithësi. ndodh për shkak, ka se unë Unë besoj se te po. çuna kemi gjë, ka. Unë besoj se ka. Te ekipi jon nuk ka, por një ekip që ka rregull dhe disiplinë nuk ka. Por një ekip që nuk ka rregull dhe disiplinë gjithçka ndodh. Pra Okej. futbolli është një emër shumë i madh, se përfshin shumë njerëz, Po, shumë po. komponent. Tani që marr këto, që të bëjmë një Patjetër. gjë tjetër të fundit. Na vllai këto. Ke shkop. Kuqe blu. Sa i egër është. Vazhdo me lojën tjetër. Në fakt ka dhe zëri. Amore, ke Po pati falni. edhe. Flori. Kur ma Mandel thotë dikush ka Burrelli, është e konfirmuar. Tani do e prezantosh lojën tjetër apo Po, loja tjetër është, e ke parasysh zgjedh një lojtar apo tjetrin. Okej. Ky apo ai, po them. Edhe filloi edhe ti këtë lojë. Të huaj. edhe këtë, edhe Po, këtë. po, jepi. Ah, po çna ke bëm. Iniesta apo Pirlo? Të dy janë magjik në përdorimin e topit, por është shumë vështirë të zgjedhësh, më beso. Një. Por Iniesta, Iniesta apo Platini? Platini, Platini apo Baggio? Platini. Unë realisht nuk e kam, unë kam dëgju babin, që unë nuk e kam kap këtë gjenerat, sepse është një gjenerat shumë e vjetër e futbollit, nuk e kam arrit Po. dot ta kap. Kam kapur gjenerat e Mikael Ballack, e David Beckham, e Gerrard, e Kaká, Lampard, e po. Shevchenko, e Lampard. Pra kam kap këtë gjeneratën, por do thoya Platini sërish. Platini apo Kaká? Kaká. Kaká apo Zidane? Zidane, magjik. Jo, e futi kot. Magjik. Ja, tani. Ja, Zidane apo Alisha? Pa të thërë që Zidane. Alisha është Për Ne foto. thamë që ke kolege do respektosh. Jo, nuk. Zidane apo Ronaldinho? Të dy magjik me topin, unë do të ndryshoj deri Ronaldinho. Ah, pra Golat dhe ato që ka bërë Ronaldinho, gjithë janë trekëndsh, janë çmenduri. Magjik. Ronaldinho trekëndsh ka thënë. Ronaldinho apo Yamal? Ronaldinho. Ronaldinho apo Ronaldo fenomeni? Ronaldo fenomeni. Ta bëjmë më të vështirë, po e di përgjigjen. vllai, fut. Ronaldo fenomeni apo Ronaldo CR7? Kjo vërtet që është shumë e vështirë, por do zgjidhja Cristiano Ronaldo sepse është idolli im. Ronaldo apo Marta? E di që është Marta, lojtarja e futbollit? Ronaldo. Ronaldo prap. Ronaldo apo Meggy Doç? Ronaldo. Ronaldo Po, Ronaldo. para vetes tënde? Para vetes time, sepse Që zgjedh Meggy që të kishin pak. Po pse valla, aty jeni kokë me gola. është njeriu që jam motivu duke e pa mënyrën se si punon. Ronaldo apo Mbappé? Ronaldo. Ronaldo apo Messi? Kjo është dilemë e futbollit. Ronaldo patjetër. Do të thënë ti e ke nda. Ronaldo apo Pelé? Ronaldo. E fundit fare Ronaldo apo Maradona? Ronaldo. Nuk kam çfarë të them, e kisha zgjedhur Ronaldon deri në fund. Unë nuk jam shumë dakord se jam tifozi atij njeriu aty. Në fakt do thoja që po prisja Neymar, ndërkohë Të zgjidhe Neymar? Ronaldo apo Neymar? O, harrova ta thoja, Ronaldo apo Neymar. Realisht Neymar është një person që kur nuk e mori, si thajnë, princi i pakurorzuar. Neymar nëse nuk do kishte këtë dëmtim, besoj që sot do kishte 4 apo 5 topa të artë. Edhe Prandaj ke atë për mua, numër ti. për- Se them. për mua pas Ronaldos, patjetër, pas Ronaldos, për mua Neymar është lojtari më i mirë në botë. Është magjik. Meggy, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu me ne. Ne u kënaqëm. Në fakt, të falenderoj, ishte kënaqësi që ishte pjesë e emisionit tuaj, edhe realisht të falenderoj për të dyve për mënyrën e komunikimit, për ngrohtësinë që më dhat që dhe më bët pjesë të emisionit, më dha dhe shumë ngrohtësi patjetër, sepse është shumë e rëndësishme
jo vetëm kur dikush të merr një intervistë, por kur dikush e shijon të intervistën me ty, edhe të jep vlerësim për atë që je. Dhe për këtë ju falenderoj të dyve. Na vjen mirë dhe Faleminderit, takohemi fush tani apo? Po. Okej. Unë jam gati. Ju pëlqeu edhe ky episod, ë? Herën tjetër na ndiqni